Baba, vëlla, ju kërkoj falje që vanova. Mirë se erdha birë, nuk ka rëndësi. Mirë se u gjeta. A do vjet dikush tjetër në mbledhje? Çfarë ka ndodhur? Jo, vëlla. Unë doja që të diskutonim partneritetin me zotëri Huseini në lidhje me hotelin. Mendoj se kjo është primare. Mirë, çfarë thua atëherë? A do të na larë Huseini për gjysmë birë? Ai do të shkoj kundër nesh, baba. Nuk mendoj që duhet të vazhdon partneritetin me zotëri Huseinin. Përshëndetje të gjithëve. Unë dhe baba erdhëm këtu për të biseduar në lidhje me Ortakrin. Çfarë po bën ajo, Kezban? Përbes ajo i pastroi përsëri në lavatriçe. As unë nuk kuptova gjë. Unë e shoh se i vjerë për tharje rrobat, Kezban. Çfarë është kjo erë që mban gjithandej erë sapuni? Mirëmëngjesi, bukuri, punë të mbarë. Faleminderit, motra Vedi. Mirëmëngjesi. Në mëngjes shkova në treg dhe bleva lule shtrydhe. Shikoni, unë nuk mund të rezistoj. Thash me vete se kunata ime i do lule shtrydhe. Mirë ke bërë. E qartë. Këtu me sa duket ka diçka tjetër. Të shkoj para se të kapem. Hajde shihemi. Aishe, të lutem eja me mua. Në rregull, po vi. Pra ashtu, ne nuk e refuzojmë partneritetin. Mendoj se në këtë çështje duhet të veprojmë si duhet. Dhe jo të ndërhyjë jeta jonë private. Nuk ka nevojë për këtë. Bi, nëse baba ju e është dakord, nuk ka asnjë problem për ne. Përkundrazi madje, do të jemi të lumtur. Kështu është apo jo? Sinan, Ferit. Fundi fundit puna është gjë tjetër, jeta personale është gjë tjetër. Kështu bën. Por a mendoni se mund të punoni së bashku, he? Po. Unë fola me babain tim. Ju më thoni edhe mendimin tuaj, baba. Patjetër, Bi. Ne biseduam me Zveti. Të gjitha ato që kanë të bëjnë me partneritet ja kaloi vajzës time Handes. Ajo ka drejt vendos në emrin tim. Dhe? A nuk do të më urosh, zotri Ferit? Urime. Husein, mendoj se ke bërë gjë në duhur. Lënia e punëve personale në të kaluarën është vendimi më i mirë. Të lumt. Mos u ngatroni kot që ajo nuk ju pranoj. Gjithmonë ke pasur të drejtë ti, motra Vedie. Çfarë do që të bëj unë, ajo nuk do të më pranoj mua për asgjë. Por për shkakun tim ajo shqetëson Feritin. Ata nuk erdhën as në dasmën tomë, bukuroshja ime. Gjatë viteve të para, Azade as nuk më shikonte në fytyrë. E çfarë problemi kishte ajo me ty? Unë kam qenë këngëtare në pavion, por duke folur në pavion kam punuar me nder dhe dignitet. Ashtu, kur Isani më solli në konak,
Sigurisht, stuhia dhe uragani filluan. Në vitet e para, kjo nuk u ndal fare. Unë shikova dhe thash, lere fare. Dënimi më i madh që mund t'i jepet një personi, është ta injoroni. Unë vetëm qeshja dhe kaloj, edhe ti bëj kështu. Alo, kush jeni ju? Jam Hande. Hande? Po? A të ham një darkë vetëm unë edhe ti, si thua? Arsyeja? Sepse ju detyruam një ndjes dhe duhet ta shlyej atë. Nuk ka nevojë për falje. Ka nevojë, Hajshe? Vërtet unë jam shumë e turpëruar para jush. Më lejoni t'ju kërkoj ndjes. Vërtet nuk ka nevojë për kërkim falje. Hajshe, Feriti dhe unë jemi bërë miq. Do të thotë që unë edhe ti nëse falim njëra tjetrën, ai do të jetë më i qetë në jetë. Bëje për Feritin, të lutem. Po ta dërgoj lokacionin, eja. Mirë, por unë do të vi vetëm për hir të Feritit, në rregull? Në rregull. Çfarë po thot? Hande më ftoi për drek mua. Kjo vajzë nuk të le të qetë, të lutem ke kujdes. Mirë, do të bëj kujdes. Do të shkoj vetëm për hir të Feritit. Le të shohim se çfarë ka për të thënë. E unë po shkoj të bëhem gati atëherë. Faleminderit shumë për çdo gjë, motra Vedie. Mirë që je. S'ka gjë zemër. Edhe ti mirë se erdhe dhe na solle lumturi. Shihemi atëherë. Shihemi. Ajshe, shpirt? Mirë mëngjesi. Në searë e doli për shëtitja. Leman, nuk mund të dal asnjëherë vetëm. Jam si e burgosur në këtë konak. Unë jo përcolla përshëndetje tuaja mjekut kryesor, zotëri. Askë nuk e lejoj në njësinë e kujdesit intenziv pa dijen tonë. Si e ka gjendjen? Japem pilulla për të fjetur. Tani për tani nuk dihet njerë. Ti përsëri bëj kujdes. Nuk di se çfarë do të bëj ky Yamani. Nip, hajde, shko në shtëpi për shoh pak. Unë jam këtu. Nëse ai vjen në vete, unë do të njoftoj për një herë, mos u brengos. Babai duke sigur donte të thonte diçka. Por nuk mund të thotë. Kush e di, ndoshta kjo është fraza e tij e fundit. Nuk mund të largohem. Mirë jam kështu. Huseini vendosi të vazhdoj. Dhe ja dha çështjen Handës. Mendoj se duhet të bëjmë një investim të ri në menaxhim. Kemi nevojë për diçka të re. Çfarë mendon për këtë? Eja, ulu me mua. Eja. Unë dua që ti ta marrësh përsipër këtë përgjegjësi të madhe. Si ashtu nën? Po më jep pozicion në menaxhim? Feriti është një fëmijë emocional. Pas asaj që kemi përjetuar, duhet të krijojmë një marrëdhënie të ngushtë me Huseinin. Kuptoje këtë. Leman! Eja. Eja breta dhe dëgjo. Kjo është gjëja më e mirë që mund të bësh. Mirë nën. Nuk e dija që nëna do të më beson kaq shumë. Të puth nën. Tani e tutje, ju nuk do ta shihni burrin tuaj mos i më parë. Ai do të punoj më shumë. Në rregull, jam dakord. Këtu janë dosjet.
Ka shënimet e mia, mësoj ato. Mirë? Në rregull. Unë do të shkoj tani. Ju tani do të festoni. Nën. Faleminderit. Sinan? Urime. Ja, mos qaj? Ndal pak, ndal. Për 2 minuta unë do t'ulem. Faleminderit që erdhe dhe nuk më refuzove mua, Aisha. Dhe përveç kësaj të kërkoj falje për dhimbjen që të shkaktova. Nuk ka falje për atë që keni bërë. Unë mund të vdisja. Ti e din që ishte një aksident. Feriti më njeh më mirë mua, si brenda ashtu dhe jashtë. Nuk e kam humbur asnjëherë veten ashtu. Rezulton se dashuria mund ta bëjë një person ta bëjë edhe këtë. Çfarë mendoj, e dini? Ajo që tha Feriti atë ditë në shtëpi. Është aq e qartë se nuk ka asnjë lidhje midis jush. Mendova dhe u zemrova me veten time. Pse reagova aq shumë Hande? Nuk ju kuptova. Kjo nuk është një histori si e juaja, e bërë në 3 ditë. Kjo është një histori e vërtet. Nuk e di se për çfarë qëllimi keni ardhur në konakun Sanxhakzade, por mos mendoni se do të zgjas shumë. Ju më ftuat këtu për të ma thënë këtë? A mendove se do të kapsha në këmbët e tua, Aisha? Ti thua se ke kapur një djalë të pasur. Shumë mirë, a? Është e qartë se je shumë naive. Në vend që të më mësoni mua, do t'jetë mirë, po të mësoj e ti nga e kaluara, Hande. Urdhro, Ferit. Dole të marr ajër të pastër. Të dërgoj vendodhjen, mund vish të më marrësh tu. E dashur, pse nuk më thirre? Më mungove? Hande, a mund të flasi më vonë të lutem? Nuk më dukesh mirë nga zëri. Nuk kam asgjë. Ka, diçka ka, por ti nuk tregon, e di unë. Eja në shtëpinë time të pim nga një kafe dhe bisedojmë. Unë kam diçka për të treguar. E ftova Aishën në një restorant për t'i kërkuar falje. Siç e prisja ashtu ndodhi. Vajza erdhi në restorant me pantallona. Mund ta besosh? Nuk mund të vite ti, Hande. Erdha në spital. Baba i Amanit është i sëmur. Në cilin spital je? Do të vi edhe unë atje. Je shumë e errësur, çfarë ka ndodhur? Ndodhi diçka? Mos ka mërzitur nëna përsëri? Jo, nuk ka asgjë. Dhe çfarë ka ndodhur atëherë? Pse je e errësur? Në fakt, Hande më mërziti sepse ajo të do ty. Unë nuk besoj në dashurinë e saj. Ajo nuk mund të dojë askënd përveç vetes. Mirë, por ndjenjat e tua? Ti ja nuk ndjen asgjë për të? E kuptova. Ti po hesh dhe kjo do të thotë se ende e do ato. Nuk ka një gjë të tillë. Tani kemi vetëm lidhje pune me ato, dhe kaq. Po, sigurisht. Për një ditë njeriu një person nuk mund ta largoj. Sidoqoftë, shpresoj të ketë marrë një mësim nga gabimet e saj. Ti e fale atë, tani ajo nuk do të bëjë më gabimet e njëjta. Pse po qesh? Nuk ka asgjë. Ka diçka. Po qesh në heshtje të pash. Ti po më bën të qesh. Po të ishin burr dhe grua në të vërtet, do të mendoj se ti je xheloze. Ashtu dukesh. Çfarë? Pse duhet të jem xheloze për ty? Ti as nuk je tipi që unë pëlqej. Dakor. Po ti çfarë tipi je? Më tregoj që ta di. Tani u bëra kurreshtar. Të më falesh, por nuk do ta them. Mirë.
paktën a ke dikën në jetë. Po telefonon vazhdimisht. Nga doli kjo tani? Ai është shoku im. Nuk kam askënd në jetën time. Edhe nëse dashurohesh për shkak të krenarisë që ke, s'do më tregosh. Për çfarë dashurie po flet? Të gjithë ju ngjitën kësaj dashurie. So e pa shpirt që je. Po, e tillë jam. E di që e përgjigjur ti në telefon. Unë nuk përgjigja me qëllim natyrisht. Ti kishe një aksident. Telefoni yt është po aq i çuditshëm sa ti. Po. E pse mos po gënjej? O zot. Nëse më erdhin nga brenda, do të shkojmë në një vend të bukur. Shefi i kuzhinës i jep një shpërblim? Ti e meriton atë plotësisht. E dëgjon? Çfarë? Sa i bukur është tingulli i ujit. Ky nuk është tingulli i ujit, por tingulli i Defnes. Të pata treguar një histori për Defnën që u aratis nga Apollo? Po. E kjo është ajo. Dhe Apollo nuk u largua nga Defne e bukur. Këtë s'ke pse e thua. Apollo e donte vërtet Defne, për këtë të garantoj. Pasi Defne shpëtoi dhe u kthye në një pemë, Apollo është mërzitur shumë. Ai përqafonte Defnën dhe i dëgjonte rrahjet e zemrës së saj. Atëherë Defne fillonte të qajë. Lotët e Defnes kthehen në ujvarën tonë. Këto janë pra lotët e Defnes që u kthyen në ujvarë. Shpresoj se të pëlqeu kjo histori. A mund të ulemi në atë tyrezën mbi ujë? Si thua? Jo, s'kemi për të ulur. Ky ujë është i akullt. Akull fare. Sapo dolën nga spitali mos do të sëmuresh. Aishe. Çfarë po bën? Që të mos thohesh. Sepse je lagur pak. Prit të rregulloj edhe flokët. Ti u plagose për shkakun tim dhe nuk dua që të sëmurësh. A të dhem plaga? Nuk më dhemb. Ja pra të thash ty, e shikon sa bukur doli? Jeta është e shkurtër. Duhet i shijojmë momentet. E po ke të drejtë. Por sigurisht nuk mund të zgjas gjithmonë. Më fal. Më thuaj vëlla. Qa po thua? Në rregull? Me njerë do të vi në spital tani. Kur të arrit do të telefonoj. Hande? E kaluar qoftë, Yaman. Faleminderit, një moment vetëm.
Çfarë ngushëllimi i sinqert ishte? Çfarë? Nuk mund të përqafosh mikun tënd? Sigurisht që mundesh, por u befasova kur të pash paprit mas ka qenë sinqert. Çfarë ndodhi? Çfarë të tha mjeku? Eja këto. Ferit, birë nuk lejon që askush të futet mbrenda. Vëlla Bahtjar, pa marrë parasysh se çfarë thonë ata, unë do të hyj të paktën për 2 minuta. Nuk do vënojmë shumë. Baba Vesal, djalu yt Feriti ka ardhur. Hajde nëse më dëgjon. Hajde më shtrëngo dorën. Mos guxo të na braktisësh. Ne të duam shumë. Hajde shëro më shpejt. Hajde. Çfarë ndodhi? Ankohesh për mua tek babai im? E pse duhet të ankohem? Mos keni bërë diçka të turshme? Unë nuk jam sikur ti. Babai im të donte shumë, të respektonte shumë. Ekziston një lidhje ndryshe midis babait tim dhe teje. Si fëmijë ndonjëherë isha xheloz për ty. Respekti është një gjë tjetër. Keqardhja është tjetër gjë. Kudo ku shkonte i mat, ai na prezantonte të dyve si djemtë e tij. Dhe jo nga keqardhja, por sepse na shihte si vëllezër. Do të thotë se humbi një fëmijë tani. I mat nuk ka humbur asgjë. Ai kur nuk do ta di atë që ndodhi. Unë kam humbur vëllain tim. Pranon ngushëllimet e mia. E po të falënderit. Qaoni, Luan. Çfarë është kjo gjendje kështu? Sigur është varrosur se i ti. Është shumë herët për të humbur shpresa. Edhe dhëndri nuk do të dëshironte të i shihte në këtë gjendje. Apo jo? Hajde jeni me mua, Qaoni. Hajde jeni. Shiko tani Luan, djem për të presin. Nuk do të shkosh askund. Askundin nuk do të shkosh. Do të bëhesh mirë, Vesel. Do të shërohesh. Ti nuk je ndonjë person që dorëzohesh kaq lehtë. Luanët e mi. Ju jeni vëllezër. Ju gjithmonë do të mbështesni njëri tjetrin.
Aishe? 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 Aja mirë? Mirë jam. O, ti ke temperaturë? Tani duhet ta ulim temperaturën. Hajde të qohë vetëm pak. Kam ftohet. Sigurisht që ke të ftohtë. Të lutem ki kujdes me krahun. Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi, sessizce sokulup ağlar gibi yanımdasın. Beni bir şeylerden aklar gibi, koparmadan çiçek koklar gibi, hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın Çfarë ndodhi? sen benim Ke pasur shumë temperaturë. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde A jema mirë tani? Mirë jam. söylenmesin, sen benim Faleminderit. şarkılarımsın. Ke pasur temperaturë të lartë sepse hyre në ujë në këtë gjendje. Unë të thash të mos hyje, por nuk më dëgjove. Të kontrollojmë edhe një herë nëse të është rritur temperatura akoma. O, mirë, në rregull. Pas ka rënë. Nesër do shkojmë në spital. Të shikoj një herë krahun, të bëj një kontroll, të shohim çfarë do thonë. Çfarë ka? Mos kam lënduar, a kam bërë diçka gabim? E përse po qanë? Përkundrazi. Ti bëre shumë gjëra të mira për mua. Unë nuk jam mësuar kështu as pak. Që nga fëmijëria, askush se ka matur temperaturën time. Kur unë kisha temperaturë, merrja karrige dhe merrja akull, dhe vendosja akullin në kokë. Atëherë, shpirti im ishte shumë i ftohtë. Të kërkoj ndjesë, kërkoj shumë ndjesë. Jo, mos kërko ndjesë, mos kërko. Sillu si të duash, dakord? Qaj, se e kalon më lehtë. Nuk po të shikoj. Dakord? Faleminderit, Ferit. Faleminderit shumë.
tash më keni ngrënë mëngjes apo jo? Po, E a mund ha unë tani? Mirë mëngjesi, zonja Ajshe. Për fat të keq koha e mëngjesit ka mbaruar. Hiqit të gjitha. Duheshte të vini më herët. Në rregull. Kalofshin një ditë të mbar ju. nën, nëse doni të bëj kafën unë, si thua? Faleminderit, ke zbani do ma bëj. Ha, a je gati? Seidi u dërgua në spital, gjendja e tij është e rëndë. Ato që ai përjetoi, më mirë të vdiste. Sepse pas aksidentit ai nuk u përmirësua. Në të vërtetë, aksidenti ishte shumë i çuditshëm. Askush s'kuptoi asgjë, gjithçka kishte mbaruar. Ai është kokfort. Për shkak të djalit të tij, ai jetoi këtu. E ka fëmijë pra. Po dalon tani. Do të vonohem sonte, në rregull? Në rregull. Kunat? Ferit, mirë se erdhe Luani im. Mirë se u gjeta. Ai xhaxha yt sapo u largua tani. Vërtet? Edhe unë kam për të dalë së shpejti. Eja, ulu pak. Eja. Pas dasmës tënde, ne të dy nuk kemi biseduar më. Si e Feriti im? E di pra, konaku jonë është i shqetësuar, por si është gjendja jote e brendshme, kjo është më rëndësishmja. U të soptova, Kunat. Jam shkatruar. Gjithçka është prishur, nuk e mbahet dot asgjë. Nëse do mund t'i bashkonim të gjitha, çfarë kuptim do të kishte birë? E vërtet. Për çfarë je i natosur? Përse ishe i mërzitur që erdhe në dasëm me Ajshën? Haroj. Ajshë është një vajzë e mirë. Unë e shoh veten tek ajo. E mbarë është. Ne nuk jemi si ajo në karakter, por të bën shumë për të qeshur. Ai është krejt ndryshe. Ka një bot kuptim tjetër. Nuk është as pak si ne. Unë e dua mënyrën se si argëton. Ajo gjithmonë më bën të qesh. Dhe asaj i pëlqen të qesh. Disa buzëqeshje bëhem për të fshehur lotët, Ferit. Mos e lëndo. Dhe mos e lejo që ta lëndoj dikush.